duke qenë se janë disa çështje të nxehta të cilat janë në diskutim me sipër, për cilat ju keni dhe një përvojë jo të vogël, si për shembull çështja e reformës zgjedhore, ndryshimet kushtetuese dhe reformës territoriale administrative, të cilat janë një farë soi të ndërlidhura me njëra tjetrën. Sa mendoni se janë shanset që të arrihet një bashkëpunim i cili nëpërmjet i Deus ex machina do zgjidhë këto problemet e mbartura ndër vite, të mungesës së përfaqësimit politik apo mungesës funksionalitetit bashkive, pra a do kemi në kohën e dur para zgjedhjeve lokale konkludim të këtyre reformave që kërkojnë natyrisht dhe prekje të ndryshimeve kushtetuese? Duhet i ndajmë. Nga njëra anë kemi një reformë që është reforma zgjedhore, nga ana tjetër kemi një reformë që është reforma territoriale. Të dyja prekin të njëjtën çështje, që është çështja e përfaqësimit dhe shërbimit që përfitojnë qytetarët. Do të thotë, nga njëra anë reforma zgjedhore tregon mënyrën si qytetari përfaqësohet në nivelin më të lartë të administratës së vendit. Nga ana tjetër, reforma territoriale do të ishte marrëdhënia ndërmjet qytetarit dhe pushtetit lokal, që është ai që ofron shërbimet e përditshme. Gjasat janë që të parën ta mbyllim, do të reformën zgjedhore të paktën nga lajmet që cirkulojnë më së fundit nga deklaratat e faktorëve më të rëndësishëm politik, duket që ka një konsensus fillestar për mënyrën se si mund të hartohet reforma zgjedhore. Ndërkohë që reforma territoriale qëndrojmë pak te reforma zgjedhore, me që është pastaj kalojmë te tema tjetër. Ju keni qenë ndër këshilltarët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike në atë kohë dhe kemi qenë shumë afër arritjes së një reforme, ka pasur të ndërhyjet ose bes në atë kohë, por nuk u arrit që të ndryshojë kjo reformë zgjedhore, ky kod zgjedhor, i cili natyrisht mbart shumë problematika nga viti i largët 2008. Sot kemi dëgjuar, pra këto ditë kemi dëgjuar që ka një dakordsim mes faktorëve të së djathtës, faktorëve kryesor, pra flas Partia Demokratike, Lëvizja për Zhvillim Kombëtar e Dashit, Partia Shqipëria Bëhet e Adriatik Lapajt, dhe një parti tjetër, partitë e vjetra aleate të Partisë Demokratike, të cilat po shkojnë drejt një modeli që ju vetë keni kërkuar dhe artikuluar kaq herë nëpër studio televizive, që është ai proporcionalit kombëtar me lista të hapura dhe do kërkojnë gjithashtu koalicione para zgjedhjeve. Gjë që me të drejtë kanë ndëshkuar, të themi, të djathtën apo opozitën në Shqipëri. Por nga ana tjetër ishte kundërpërgjigjur kësaj deklarate, një deklaratë e zotit Damian Gjiknuri, i cili është bashkëdrejtues i komisionit, duke thënë që ne jemi gati të shqyrtojmë këto kërkesa të opozitës, por ne kemi kërkesat tona, që është ulja e numrit deputetëve nga 140 në 100 deputetë që ka kërkuar Partia Socialiste dhe ndoshta dhe ndryshime të tjera kushtetute, të cilat nuk i dim. Çfarë mendoni lidhje me këto zhvillime? Problemi është që janë dy palë, le të themi, dy grupime politike, nga njëra Partia Socialiste, nga ana tjetër partitë e djathta, që të mos veçojmë asnjërin, të cilat kanë dy objektiva. Në njëra anë, kodi aktual zgjedhor ka një prim të fshehur, ka një bonus për partinë që merr më shumë vota dhe ka dhe një i cili shtohet ndarjes territoriale dhe ky bonus prodhon një përfitim në rangun e 8 deri në 12 mandateve Partinë Socialiste. Rezultati që ne marrim zgjedhje nga 2021 deri në 2025 tregon që Partia Socialiste ndonse ka një numër votash, prodhon një rezultat shumë të ndryshëm për shkak të sistemit. Kjo ka qenë një nga arsyet pse kur filloi reforma pra primi fshat. Kur filloi reforma zgjedhore në vitin 2023, u ec me logjikën që mënyra më e mirë për ta zhdukur primin e fshet ose për ta zhbër, le të themi, pra sa është mundur, ishte të kalojë një proporcional kombëtar, që është një lloj sistemi i cili është më afër realitetit të votave se sa realitetit ndarjes mandatave. Në vitin 2023-2024, gjatë kohës që kemi qenë pjesë e Komisionit të Reformës Zgjedhore, tentuam të kalonim me proporcionalin kombëtar dhe ajo që u kërkua si këmbim nga Partia Socialiste në atë kohë ishte primi, do të thotë jo më primi i fshehtë që kishte kodi në formën aktuale, por një primi i shprehur dhe i deklaruar që do të thoshte partia që merrte numrin më të madh vota, merrte edhe një numër deputetësh garantues për të krijuar shumicën qeverisë. Shumë si në Greqi, si në Greqi. Ka shumë vende që ka. Tani duket sikur ka qudor Partia Socialiste nga kjo kërkesë, sepse reduktimi i numrit deputetëve çon po prapë në të njëjtin përfundim. Nëse do të shkojmë në koncept në një sistemi proporcional kombëtar. Sistemi proporcional kombëtar ka dy elemente. E para punës ka mundësinë që gjithë votuesit votojnë për një subjekt pavarësisht në shtrirjes territoriale, dhe e dyta është pragu, që është elementi më i rëndësishëm në sistemin proporcional kombëtar. Pragu, nëse sot në sistemin aktual kemi një prag që është 1%, që do të thotë çdo parti që merr 1% të votave në rang kombëtar mund synojë të marrë një mandat deputeti, dhe kjo pastaj varet nga shpërndarja territoriale e votave. Në rast të një sistemi proporcional kombëtar, pragu do të jetë minimalisht 5%.
të diskutimet që kanë qenë gjatë kohës 2023-2024 ishin që pragu shkonte ndërmjet 5 dhe 7%. Ky ishte propozimi që kishte Partia Socialiste përpos kërkesës për Kë penalizon kjo zot? Gjitha partitë cilat nuk kalojnë dot 5%. Dhe në këtë pikë ajo që përshtypja që t'jep është pavarësisht faktit që Po pse të gjitha partitë, se duke u referuar zgjedhjeve të fundit parlamentare, kemi disa parti, nëse pra duhen 24-25.000 vota me prag 5% në rakontar apo jo. Po. Ne kemi parti të cilat kanë marrë 40-50.000 vota, Partia Socialdemokrate, fjala bie. atëherë gjitha këto partia Shqipëria bëhet. janë gjitha në pragun e 5%, janë ndërmjet 4 dhe 5%. Shqipëria bëhet mori 16.000 vota. Por nuk janë 5%, janë 4.72% përafërsisht. Në 1.800.000 votues, 1.600.000 votues, 1% është 16.000 vota, 5% shkojnë në nivelin e 80.000 votave. Kështu që duhet çdo parti të marrë mbi 80.000 vota që të arrijë të kavarcej pragun, pastaj që të llogaritet në fushën e mandateve. Problemi është që nëse do të konfigurohet një sistem në cilin proporcional kombëtar, pragu është 5%, detyrimisht çdo parti që synon të bëhet pjesë e parlamentit duhet krijojë një strukturë politike ose një koalicion politik i cili ta tejkalojë këtë prag. Dhe këtu pastaj vim te kërkesa e dytë e partive të djatha, është ajo që e lejimit koalicioneve parazgjedhore. Proces që ka qenë deri para zgjedhjeve vitit 2021 u deformua me ndryshimet kushtetuese të vitit 2020, duke u hequr nga kodit zgjedhor. Me deputetët e listave. Me deputetët e listave të shtesë. Po prapë të partive janë, se dhe listat nuk u prodhuan nga hiçi, do të thënë kryetarët e partive depozituan listën e parë dhe listën e dytë, kështu që edhe këto të listës së dytë pavarësisht gabim strategjik e të kërkojnë gjithë të Lulzim Bashës, qoftë bojkoti parlamentit, bojkoti zgjedhjeve lokale. E rëndësishme është të kemi një fajtor që është Basha, pastaj se bashkëfajtorët nuk ekzistojnë në Shqipëri. Faji është gjithmonë vetëm tek individi, asnjëherë tek institucionet. Po një individ ka artikuluar majoritarin e pastër, pra zoti Basha ka shpërë preferencë atë kohë për majoritarin, gjë që do ishte vetvrasje për Partinë Demokratike. Majoritari është sistem më burrëror, le të themi. Është, por jo detyrimisht politikisht më i saktë në një vend si Shqipëria. Majoritari është vërtet sistem më i mirë, do të thënë ka një lidhje më drejt për drejt me qytetarit, votuesit dhe deputetit, por kjo nuk e bën detyrimisht sistem më të mirë për Shqipërinë.